themi, sa do kritikat kemi për te, apo edhe lavdërimet kemi për te e të tjera, fakti është që pas hyrjes në veprim si strukture posaçme hetimi dhe akuze të SPAK, pas vitit 2016, ne kemi një situatë re kudo në fushën e drejtësisë në këtë vend. Dhe miti i pandëshkueshmërisë realisht ka rënë. Ka rënë sepse duam të pranojmë fakti që kemi disa ministra në burg, kemi disa kryetar bashkish në burg, kemi një ish president edhe kryeministër në burg, kemi tashmë të pandehur me një akuzë të rëndë për korrupsion pasiv, sikurse është ish presidenti dhe kryeministri Sali Berisha, dhe që është me mas sigurimi, por nga ana tjetër është edhe me procese gjyqësore të filluara, me procedime penale të filluara dhe që po hetohet për krimet rënda deri dhe vrasje të cilësuara, do të thotë që veprimtaria e SPAK duhet vlerësohet pozitivisht. Por nga ana tjetër, marrë në raport me gjendjen e kriminalitetit në vendin tonë, marrë në raport me çfarë ka ndodhur në këtë vend këto 34 vjet. Pra çfarë i ka ndodhur këtij vendi? Çfarë akte kriminale ka ndodhur? Çfarë sabotime, akte terrorizmi, krime kundër njerëzimit ka ndodhur në këtë vend? Se ka ndodhur të gjitha këto. Kur them krime kundër njerëzimit, kam parasysh aferën e armëve dhe të karburanteve që bënte Shqipëria me Sali Berishën në krye, me Tritan Sheun në krye, edhe me bandën e tyre në drejtim të Serbisë, duke i dhënë armë edhe karburante në kohën që i kishte vënë embargo organizate kombeve të bashkuara, dhe këta e thyen embargon në interes të Serbisë, edhe me armët që vinin nga Shqipëria, me armët edhe me karburantin që furnizohej armata serbe, janë bërë masakra çnjerëzore në Srebrenicë, pra në gjithë Bosnjën, po dhe në Kosovë pak më vonë. Kështu që ka patur, domethënë, të gjitha këto krime të rënda që kanë ndodhur janë në duart e SPAK. Dhe SPAK në raport, domethënë, me këtë lloj kriminaliteti që ka ndodhur, me këtë lloj aferash korruptive, edhe me këtë numër të konsiderueshëm personash që janë implikuar, duke filluar, domethënë, që nga viti 1991, sepse ne kemi zbuluar dhe kemi dënuar vetëm vrasësit indirekt të 2 prillit 1991. Por nuk kemi gjykuar ende, nuk kemi hetuar dhe nuk kemi zbuluar dhe nuk kemi çuar në bangun e të akuzuarve vrasësit direkt dhe urdhëruesit direkt të asaj masakre. Dhe për të vazhduar pastaja deri tek skandali Arsidi, e tek Druri Arrësi, Genc Rulit me shokë, edhe për krimin e rënd kundër zgjedhjeve të majit, 28 majit 1996 e të tjera me radhë, për të mos folur pastaja për luftën civile që u bë dhe që e nxiti, e organizoi, e urdhëroi edhe bëri masakra në jugun e Shqipërisë Sali Berisha në shkurt marsin e 1997-ës, duke u rrëmbyer shqiptarëve dhe 4 miliard dollar nga kursimet e tyre. Kështu që në raport me këto kallëzime që kanë shkuar, SPAK është jashtëzakonisht mrapa dhe puna e SPAK është ende e vakët. Dhe duket në aparencë, duket edhe kur e shikon, domethënë, në thellësi veprimtarinë e SPAK, sikur po bëjnë disa, domethënë, po japin disa shenja që me të vërtet nuk kam me të pandëshkueshëm, po nuk kam me të pandëshkueshëm për të bërë shembull, domethënë. Po marrin Berishën për kompleksin Partizani dhe pastaja që do mbyllim syt për të tjerat, që të tjerat janë të jashtëzakonshme krime dhe që unë u thash që minimumi 11 prej tyre janë me burgim të përjetshëm. Sikurse e muarëm Ilir Metrën për çesdien apo për 2-3 të tjera dhe pastaj të shihin lemin për këto dhe do mbyllim syt për të tjerat. Duke qenë se qëndrojmë në këto betej politik drejtësi. Pra për ta mbyllur këtë, dakord, për ta mbyllur këtë. Domethënë duket sikur po kapim në një,
po kapim bje fjala Ilir Beqën për atë shpërdorimin e detyrës, po që mund të ketë dhe gjëra tjera, por vafshin ndjell ato gjërat e tjera, ose po kapim kryetar bashkie për një urdhër që ka dhënë, por që ka bërë 100 maskarallëqe tjera, korrupsioni që janë me milione e tjera, lere, me qëllim që, ju uzum, ne si SPAK, po akuzojmë, do bëni 2-3 vjetë burg, pas 2-3 vjetë burg, do dilni i gëzoni ato që keni vjedhur shqiptarve, edhe hesin ashti, në politikë, s'keni pse merreni me, e tjera. Kjo psikologji, faktikisht, bie herë në SPAK, edhe kjo psikologji do t'i dërmonte Shqipërinë dhe shqiptarët, do ta bënte SPAK-un të pabesueshëm dhe do krijonte precedent të tjera revolte, të cilat mund të na çonin edhe nga ajo sasiorja, do më thënë revolta në një gjë cilësore që do ishe e rrezikshme për fatet e Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Avokat, ju prekët pak fatin e Ilir Metës, si e shikoni Ilir Metën tashmë në këto momente? A i vetë në anën tjetër ka përgënjështruar lajmet që është jo mirë, kaftuar dhe gazetarët që të vejnë të shikojnë vetë live edhe të intervistojnë. Në anën tjetër thotë që brenda SPAK-ut ka njerëz që dizinformojnë me informacione, dhe ka një betej ligjore që shpreson se do ta fitoj. Ju vetë si e shikoni fatin e Ilir Metës në gjithë të situatë? Ilir Meta dhe Sali Berisha, të dyja familjet e tyre, janë të mbytura në krim dhe në korrupsion, dhe që ata nuk ka det t'i lajo lumë. Përjedhoj, fati Ilir Metës është jashtëzakonisht i zymt, një lloj si i Sali Berishës. Madje, në fushën e korrupsionit, por të korrupsionit edhe me pasoja të rënda, jo vetëm zhvatje të pasurisë shqiptarve, por edhe eliminime fizike të njerëzve për të bërë korrupsion, ashtu sikur dhe Saliu me Gërdecin edhe me të tjerat pastaj më mbrapa, se ka eliminuar Saliu, s'ka len kënd pa eliminuar, nuk flitet vetëm për ato 5.000 vrarët e 1997-ës, por mos harroni Remzi Hoxhën, mos harroni prokurorin Gjevat Hana, mos harroni Trebickën, mos harroni një numër tjetër, do më thënë, avokate tjera që janë ekzekutuar me urdhët Berishës, përveç atyre 200 afërsisht të tropojës, djem nga më të mirët të rinjë të Gjakovës që ai i qoj, do më thënë, i ka mbushur varret atje sa s'ka ku të vej me. Pra, edhe fati i Ilir Metës në këtë drejtim, është me të vërtet tepër i zymt, sepse mbi të, përveç të tjerave, pra këtyre 3 akuzave që ai ka, dhe që hetimet thuaj se janë drejt fundit, dhe do më thënë, mbaroj si hetim, dhe tani diskutohet që të kaloj çështja për gjyq, dhe pastaja të marri të njëjtin status si Sali Berisha që të kaloi çështja për gjykimin e themelit, se tani është në fazën e gjykimit të gjyqtarit seancës paraprake, por në kohën që do vazhdoj ky lloj gjykimi, ati do t'i bashkangjiten edhe akuzat të tjera, për afera të tjera të rënda korruptive, duke filluar që nga privatizimi i bankës kombëtare, duke vazhduar me Profarmën, duke vazhduar me raportet e tij me Fufarmën, do vazhdoj afera e rëndë korruptive me Alpetrolin, me Armon, me 4 hidrocentralet e Shkopetit, Ulzës, të Bistricës 1 dhe 2, dhe një ser aferash të tjera, do vazhdojnë pastaja aferat e tjera vetëm me guroret e Shqipërisë që ai, do më thënë, i ka në pronësinë e tij dhe që janë një numër jashtëzakonshëm, arrin, do më thënë, e kaloi 100 numrin ato, duke filluar nga mali Tomorit, mali i Zaloshnjës edhe deri në Korçë, edhe këtu mbrapa Dajtit në Tiranë, dhe me mermerin që ai, do më thënë, ka bërë aferë nga më të rëndat korruptive, deri në Indi ka shkuar mermeni i Shqipërisë, por që çdo gjë në xhepin e Ilir Metës, dhe pastaja me një numër të konsiderueshëm asetesh që ai ka në përbot.